Edhe më e vështirë është të gjesh afër apo larg nesh një kryetar opozitës si Sali Berisha, që protestuesit kundër qeverisë i quan një tuf hipokritësh. Pikërisht ata protestues që kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit që po e lë Berishën për jetë në opozitë. Mirë që nuk u tha nazist, siç i quajti kryeministri Rama. Është e pamundur të gjesh në këtë botën tonë të vogël edhe sikur ta kërkosh me shekuj një zyrtar të rëndësishëm opozitës si Flamur Noka, që të dalë hapur kundër protestuesve që kërkojnë ndërheqjen e një kryeministri, që Noka dhe partia e tij nuk po e mundin dot. Sorosist, por edhe Trumpist, i quajti të rinjt numri 2 i PD-s. A thua se ai ka marrë mandatin nga vetë Sorosi dhe Trumpi për çënë zë dhënësi tyre në Shqipëri. Berishës vërtet mund t'i ketë mbetur hatri, pasi një nga pankartat që shfaqen në protestë kundër Sfërnecit kërkon burgosjen e tij bashkë me Ramën. Produktori, si politikan i vjetër dhe i regjur, e di fort mirë se partia është tjetër gjë, dhe ambicia apo inatet personale janë krejt tjetër. Rama në burg, Berisha në burg, është slogani me rëndësi për përmbajtjen e tij dhe mesazhin politik që përcjell protesta. Reagimi i të rinjve që ka hyrë në ditën e 6 të tij nuk synon vetëm qeverinë aktuale. Ndër 5 kërkesat kryesore tek e para i kërkojnë ndërheqjen kryeministrit e tij Rama, por në vetvete protesta shpreh refuzim më të gjerë ndaj klasës politike që ka dominuar pjesën tonë publike për disa dekada. Protesta nuk duket se është pjesë e konfliktit klasik majorancë-opozit, me cilin jemi mësuar deri tani. Reagimi shkon për te këtij konflikti klasik, që vetëm i tillë nuk është. Të vënë që të mbështeste protestën qoftë edhe verbalisht si skile, ose të kërkonte transparencë më të madhe për projektin, Berisha i quan protestuesit hipokrit. Në çdo vend tjetër, opozita, jo si kjo e Berishës, do përpiqet paktën të mbronte të drejtën e qytetarëve për të protestuar, por nuk e bën. Pas edhe nga slogani Rama në burg, Berisha në burg. Slogan që po ja thot qartë kreut të PD-s. Ti dhe partia jote nuk jeni aleatët tanë. Megjithatë, mjafton kaq që doktori të shigjetoj protestuesit. As pak. Minimalisht reagimi i Berishës është foshnjarak, hiç i mençur politikisht. Berisha mund të ketë hallet e veta, por si krye opozitare me provoj kjo nuk i falet. Për një opozitë që kërkon të zgjerojë mbështetjen e saj sikurse po e reklamon me të madhe, sulmi ndaj një grupi të rinj protestues kundër qeverisë e bën doktorin palë me Ramën. Kjo është e qartë. E pranojnë ose jo udhëtarët e tij. Në vende të tjera me demokraci dhe opozitë normale, një protestë qytetare kundër qeverisë si kjo për Sfërnecin do të gjente të paktën mbështetje verbale nga opozita. Këtu, askush nuk e detyron Berishën dhe të tij të shkojnë fizikisht në protestë, sepse ata vetë e dinë që do t'i përzën me shkelma dhe fërshëllima. Por është përgjegjësi e opozitës të mbështesë protesta antiqeveritare, qoftë edhe formalisht. Frikën e tmerrshme që PD-ja ka dhe që nuk e mund dot politizimi, mund ta zëndësoj fare thjesht me deklarata të tipit as mishe as peshk, sikurse është ka të ndisur vetë opozita. Fjala bie po i ndjekim zhvillimet me shqetësim, apo qytetarët kanë të drejtë të dëgjojnë. Për të qenë në lojë, Berisha mund të thotë edhe qeveria duhet të dialogojë ose shkurt fare. Kërkojmë transparencë. Këto janë formulime që e mbështesin të drejtën e protestës pa e përvetësuar atë, por për të treguar, po formalisht, se ne jemi opozita. Çfarë fiton PD-ja dhe Berisha duke sulmuar protestën e të rinjve që kundërshtojnë qeverinë? Asgjë prej gjëja. Edhe nëse Berisha dhe partia e tij nuk pajtohen me organizatorët, i ka inat, nuk i pëlqejnë, të paktën të mos krijojë përshtypjen se po sulmojnë energjinë qytetare dhe angazhimin e të rinjve. Doktori mund të ketë mosbesim ndaj organizatorëve, pasi protestën e konsideron rivalitet si çdo lëvizje që nuk kontrollohet prej tij. Ama këto nuk janë arsye për të sulmuar të rinj protestues. Shumë po pyesin, çfarë e pengon PD-n e Berishës me qenë se ka marrë përsipër edhe flamurin e opozitarizmit në vend, ti drejtoj qeverisë, pyetje që ende janë pa përgjigje. Doktori mund dhe duhet të pyes çfarë parashikon saktësisht projekti në Sfërnec, cilat janë ndikimet e tij në mjedis, ç'përfitime do të ketë komuniteti dhe vendi nga ky projekt, me ç'kosto do realizohet, si u blet toka nga një person i vetëm, pse kadastra e Vlorës pas 4-5 drejtuesve që shkarkoheshin muaj pas muaj u shvendos në Tiranë. A ka lidhje kjo histori me këtë projekt? Jo me dëshirën e tij, por sepse ka përgjegjësi si opozitë, PD-ja duhet të pyes edhe më tej. A janë konsultuar banorët për këtë projekt? A janë marrë parasysh alternativa të tjera zhvillimi? A ekzistojnë studime të pavarura dhe nëse po, pse nuk i publikoni? Pse nuk ka transparencë? Çfarë po u fshihet qytetarëve dhe publikut? Me këto dhe shumë pyetje të tjera, opozita hyn në rolin e saj. PD-ja nuk është e detyrueshme të rreshtohet krah protestuesve, nuk është e detyruar as të kundërshtojë automatikisht projektin.
Mirëpo, ajo ka një detyrë themelore, të kërkojë transparencë. Opozita disponon në instrumente që qytetarët nuk i kanë. Berisha dhe partia e tij mund të kërkojë dokumenta, mund të thras ministra për interpelancë, kërkon seanca dëgjimore, mund të ushtrojë kontroll parlamentar apo edhe publikimin e studimeve të raporteve për çështjen si Zvërneci. Të rinjt përpara kryeministrisë kanë në dorë vetëm protestën. Opozita ka në dorë mekanizmat institucional. Protesta ndes alarmin, ndërsa fill pas alarmit, opozita kërkon llogari nga institucionet përkatëse. Kështu duhet të ishte, nëse do të kishim një opozitë të vërtet. Megjithatë, sikurse ndodh jo shpesh, pas çdo lajmi të keq, ka një edhe të mirë. Sulmi i Berishës ndaj të rinjve protestues vetëm sa i forcon protestës identitetin qytetar. Protesta po vazhdon, po rritet, dhe po ruan pavarësinë e saj si nga qeveria ashtu edhe nga opozita. Ajo mund të përfundojë duke vënë siklet të dyja palët njëkohësisht. Të paktën, deri tani slogani Rama në burg, Berisha në burg, dhe jo vetëm ky slogan, ka krijuar distancën e duhur të protestës nga establishmenti i derisotshëm politik, i refuzuar tërësisht nga lëvizja më e fundit protestuese në Shqipëri. Refuzim që po u dhëmb deri në palc. Par nga ky kënd, Berisha dhe PD mund të justifikojmë disi qëndrimet e tyre ndaj protestuesve, sepse modeli i kësaj opozite nuk mundet kurrësesi të përqafojë apo mbështes një protest, mesazhi të cilës është i qartë: jemi kundër jush, kundër të gjithëve, pa përjashtim. Vetë ky mesazh tregon se zemërimi nuk është vetëm kundër projektit në Zvërnec, as kundër qeverisë, por ndaj një modeli politik të konsumuar që asgjë të mirë nuk i ka sjellë vendit. Protesta e të rinjve me shkak projektit në Zvërnec nuk është lëvizje si ato që ndahen sipas boshtit klasik majorancë opozit, por establishment qytetar. Një përballje që partitë tona politike nuk u vjen për shtat. Ndaj Berisha dhe PD-ja, për vetë modelin si funksionon, për pamundësinë që ka ta përvetsojë protestën, zgjedh të bëjë gjithçka, por jo detyrën si opozit. Në fund të fundit, çështja e Zvërnecit ka gjasa të rezultojë më e rëndësishme se sa vetë projekti. Është test për mënyrën si funksionon dialogu publik në Shqipëri dhe për transparencën e qeverisë. Nga ana tjetër, Zvërneci është një test i rëndësishëm edhe për PD-n e Berishës, i cili, pavarësisht moshës biologjike, ka ende kohë politike të mësojë se rinia që proteston nuk është dhe nuk do të jetë asnjëherë si partia e tij e lodhur.